Hamit, përshëndetje, linja për ty. Ada, përshëndetje, ndodhem sërish në shkollën universitare të Vorës. Praktikisht ora është 9:07:03 dhe gjithçka duket e mbyllur, ku para 2 minutash janë futur me disa forca të rendit, të cilat duket se po bëjnë një proces monitorimi tashmë. Në fakt, para një ore duket se pjesëmarrja ka qenë ndoshta pak më e madhe se orët e mesditës ku ishin raportimet e kaluar. Deri në orën 18, pjesëmarrja në Vorë ka qenë rreth 47.42% në tre njësitë administrative të kësaj bashkie në Bërdzug, Prezë dhe Vorë. Duke krahasuar me vitin 2021, zgjedhjet e fundit ka rezultuar në 52% ose rreth 4.5% më shumë se këto të 11 majit që kemi aktualisht. Përveç të policisë të rendit që u vendos pak më para për të kryer monitorimin, ishin dhe vëzhguesit dhe anëtarët e kësaj qendre votimi, të cilët ishin të fundit që po votonin. Pritet të dorëzohen të gjitha raportet tek KZAZ që ndodhet mbrapa meje dhe me informacionet që unë interesova brenda orës 10:30 pritet të pasqyrohen të gjitha rezultatet në lidhje me rezultatet të qendërvotimit tek faqja e KQZ-s. E qartë, Hamit, të falenderoj për këto detaje.